njerës që gojnë mas privilegjeve, nuk besojnë, nuk dojnë mi pa njerës që vozitin keret mira për i pushtetit, nuk besojnë, nuk i dojnë njerës që dalin e blokojnë kafet, edhe filani kare, dini u kretirë t'jashtë, nuk dojnë si lider politik. Po flasë për zëndëratë me resi, nuk jenë rritë që nga rritun e ti, jenë rritë kretë në forma tjera, e kam pasë lidin e zgjedhjes, nëse këna pasë lidin e zgjedhjes. Shumë mirë që zdojnë, edhe këto ka shfrytzu Kurti shumë mirë, sepse megalonomia e pushtetit që e kam pasë, kjo e ka bu Kurtin mu dokë si një person ma racionale dhe ma arsyeshëm. Unë nuk jam me proklamu që njerëz duhet me jetu varfën e keq, vish dush me jetu pak edhe me popullin. Nuk mund është ti, si ish presidente, me jetu tash Marigona 2 atje, Hill, e mi hek në qikat e tua për shkollës se ko ka rëzik. Jo, te fmitë si shanal, mi prej fmitë se... Jo, prit, fidoj, nuk jo tepër e më rëndësi. Tepër më rëndësi. Nuk ka ku gjo ma vi prerë se për mu, se sa nëse shkon, si presidente e shtetit e hek idhë një organ shumë operacion i letë në një spital private nuk e shfrydzon spitalin e shtetit, qa i kam thuti mu. Nëse i hek qikat për Ismail Qemajlit, se ko ka rëzik, qa me bon me fmin tem që s'kom pare me që dikun tjetër. Nëse shkoj me jetu në lagja atje, te për të shtrajtë dhe te për të pasumve, pse je presidente e vendit. Njëjtë edhe për Kurtin vlen kjo. Nuk bën na mu bo një shtet i cili i mshelim sytë komplet për i luksit kush i qënë fëmijët studime atje në shtetet përëndimit përderisa nuk investojnë në arsim Kosovë. Jo sepse jam kundër privatit, absolutisht jo. Po pramsh, nëse kokë e djathë, nuk beson që duhet me pas shërbime shëndetësore falas, publike, heki krejt. A je ka shtyn që ato heki, mos i le shkollë private nëse fëmijëve ju rrezikot jeta. Me diskursin publik që keni zhjemë, me përfaqësu. E kjo së është populizëm, Fidan, kjo është realizëm. Për pikrisht e kjo, a menoni që kam ju penalizu në mundësinë e një koalicioni përbashkë me një subjekt caktum politik? Apo i një pindu që do të garoni, ju thatë, politika një farformë është ta zegatë, është jetë, aktivizmi është jetë, nuk do më thonë si njerë shpërblet, vis njerë që kanë interesa fatë shkurte edhe dojnë me kapë zëtësysh politikë nga interes kalkulimit. I tajnë në dalë për vendendosjes për bindje politike në momentin kër kena pasë për rritët, e kretë nga këshë mujtë me kanë ministra. Të s'ke pjesë për dëmënoj pak natyrë? A kam ju penalizu? Qërë Fidan, ma shumë se sa nga ka penalizu kjo opozit për kaq vite, nuk besoj që është kalkulimi a dëmtojt PSD-ja. Na në zgjedhje nuk shkoj me koalicion me partit opozitore. Nuk shkojmë. Se pat... Jo, nuk shkojmë. Nuk shkojmë. Nuk kemi kur gjotë përbashkë në këtë moment. Nëse paraqitet na i herë një diskutim për koalicion, kemi më ullë në kërësi dhe me diskutu, po na kemi provu bashkëpunim 5 vjeqarë. Të kishën bashkëpunimi janë kur kemi taku Lumir, nëse kemi taku Memlin në kohë caktume, ti kishim bashku për 3 tema, fuqit politike, na sot kishim mujt me dalë dhe me thonë, hej, kemi një listë zgjedhore se diçka, nuk mundem, është krejtë jone natyrshme, edhe publiku njerëz të kuptojnë që PSD-ja kish me bo veç nga Afrika që se kalon pragun. Do të thotë, është e sartë, PSD du t'janë synë garës e vetme, nuk konsideroni si keni asgjë përbashkë me një opozitë cilën një farforme si pas që kanë në shtërkurtit. Po, dhe nuk duhet me bo koalicion veç për mashtrim. Sepse nëse s'kem kur gjotë për bashkët në to momente, nëse s'kemi ndërtu kur gjotë rrugës bashkë, atër është e kotë edhe koalicioni. Jo mi tharë i madhë shumë i njerëzve që kanë guxim, i njëtit edhe që jenë realist, e njërë dhe që jenë aktivist. Se vetë jeta, vetë njeri është human, edhe mbjetesa që dhe ditë është aktivizm. A menoni që është e gatshme shësnija jonë, kjo shësnija është e gatshme me pranu diçka që është shumë realiste, që është që ashpër, që është drejt për drejt. Na jetojmë një shësni, si sa kemi 25 vjetë mas lufte, fatkesisht në zgjati këtë tranzicion, jemi marra klidritave dhe fasionohëm mas fjallëve të mira dhe pse dim që po në rënë. A menoni që keni me arrit me thy, s'po thëmë që shësnija jonë nuk dështojnë të na rajëm brenë, pedis po rajëm të gëzona pak. Një për i temave pse PSD-ja ka vonu më rrit, ka qenë kjo, sepse nuk kemi shku kur me shpjegime tjeshta, nuk kemi shku kur rrugës të letë, nuk kemi shku kur me thonë ato që ka dërë me ndëgju publiku. Besoj që një për punëve tona është mi bin njerës që e kem për një me dhe që e kem mirë. Kjo lyp ko, është të vërtet, ajo ngati shëshnit kur, nuk bo ngati dhe me thonë hajde, ti se unë që tash jam gati. Pak duesh si edhe krah për krah me shku. Ti pak tu imponu me temat e tua,
edhe ata pak të ngu, pak si menzore dikur, nashta edhe tu pajtu me ty. Po du me thonë shkojnë si krazë këto punë. Nuk ka si kur LDK-ja që pret kush është një atë shgatjet i thët lumjet, hajde po në kryeministër. Nuk